Në qendër të qytetit të Shkodrës ka nisur ndërtimi një kulle 35 katëshe, projekti më i madh i këtij lloji në veri të vendit. Dy komunitete fetare, musliman dhe ortodoks, akuzojnë grabitje të truallit, ndërsa qytetarët kundërshtojnë betonizimin e qendrës. Komunitetet fetare pretendojnë se godina po ndërtohet në truallin e tyre të grabitur. Ne jemi në pozitën e atij që lufton, po them, me atë që ka në dorë, dhe që i ka instrumentet e duhura për të bërë çfarë nuk ka bërë deri më sot, brenda kuadrit ligjor të këtij vendi. Edhe ne po konsultohemi të gjithë kuadrin e drejtuesve tanë, imamëve, këshilltarëve, për të ndërmarrë hapat e duhur në kohën edhe në vendin e duhur. Edhe Kisha Ortodokse e Shkodrës i është bashkuar reagimit. Drejtuesi i saj, At Aleksandër Petani, shprehet se po shkelen parimet bazë mbi të cilat synon të mbështetet vendi. Në ligjet e aty ku do na me hina në Bashkimin Evropian, për ligjet e para janë liria, feja edhe prona. Liria, feja dhe prona. Të dyja po shkelin me këmbë. Pra, feja edhe prona po shkelin me këmbë, edhe po gabiten nga njerëz që ne nuk njohim fare se kush janë. I pyetur për mundësinë e protestave, Muftiu i Shkodrës u shpreh se çdo veprim do të ndërmerret në kohën e duhur. Në kohën e muajit Shaban, i than muajit Ramazan që vjen më pas, se nuk vjen në Shaban, tha çdo gjë në kohën e vet është e bukur edhe e duhur. Ka më shumë se protesta, por çdo gjë në kohën e vet, edhe brenda kuadrit ligjor. Edhe don Zoti nuk arrim aty ku nuk duhet të arrim, brenda kuadrit ligjor, që mos të keq interpretohen fjalët tona, por komuniteti musliman është komuniteti më i madh fetar në vend, dhe vetëm shpërndarja gjeografike e xhamive tona dhe komunitetit ton është e tillë që na bën që kur të flasim, të jemi shumë të përgjegjshëm për çfarë flasim, por edhe ata që mendojnë të shkelin të drejtat edhe hakun ton, të mendohen shumë mirë përpara se ta bëjnë një gjë të tillë. Projekti i kullës 35 katëshe, i prezantuar një vit më parë, synon të sillte një frymë të re zhvillimi në qytet. Por që në fillim, banorët dhe komunitetet fetare e kundërshtuan fort, duke e cilësuar ndërtimin si një tjetër akt betonizimi dhe tjetërsim të pronave të tyre historike. Ndërsa punimet vijojnë, debati për kullën e Shkodrës mbetet i hapur dhe vazhdon të ndajë opinionin publik në zemër të qytetit.